Kosova ende po pret nëse caktimin e datës të zgjedhjes ose emrin e presidentit. Si duket kjo dyta për çdo ditë më shumë po bëhet më e pamundshme. Afati për të zgjedhur presidentin sipas asaj që e ka dhënë gjykata kushtetuese është dikon data 28 prill. Të gjitha negociatat për presidentin ka dështuar, edhe ato të javës së fundit me kurtit me abdigjikun e LDK-s dhe pastaj refuzimi i PDK-s që të takohet fare me të. Ofertat u pan çfarë janë, ofertat sipas mendimit tim kanë qenë ofertat të cilat janë bërë për tu refuzuar. Kosova pra është një hap më afër shkuarjes në zgjedhje të reja. Nëse shkojmë në zgjedhje të reja ashtu si e ka parapar dhe e ka përcaktuar gjykata kushtetuese, i bjen që dikun me 31 maj ose më së lartu me 7 qershor duhet të kemi ditën e zgjedhjeve. Mirë po do të shohim nëse diçka mund të ndryshojë ose ndonjë parti politike mund të lëvizë ndonjë hipotezë politik, e këtu më shumë të pritet dhe ka dyshime në lëvizjen vendosje, se mund të prek ndonjë hipotezë politik që mund ta shtyjë afatin e zgjedhjeve. Sidoqoftë, për çfarë po ndodh dhe çfarë mund të ndodh në këto javë të mujt që po vijnë, bisedojmë me njërin nga figurat kryesore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashin. Arben, mirë se vjen në Blitz Interview. Faleminderit për ftesën. Prezantova si njëra nga figurat kryesore të Lidhjes Demokratike të Kosovës. U bë kryesia. Nuk jeni antar i kryesisë edhe kësaj. Si u ndit? Po nisem me këtë fakt. Nuk ka qenë e rëndësishme në fakt qenia apo mos qenia në kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, është një institucion i respektuar i LDK-s, ku merren vendime ekzekutive, është një organizim i ri për cilin kryetari aktual i LDK-s e ka pasit ashtu me tjetër ashtu. Nuk kam problem me këtë pjesë, kam problem me pjesën e a është statutar apo nuk është statutar veprimi, që janë disa probleme që nuk është dashur me shkaktu pa nevojë. Kryesinë e LDK-s e merr aton Këshilli i Përgjithshëm dhe kjo duhet të zgjidhet nëpërmjet Këshillit të Përgjithshëm, besoj që duhet të jap legitimitet Këshillit të Përgjithshëm kryesisë LDK-s. Dhe pse çka ka jo statutare në emërimin e kryesisë nga kryetari? Nuk statuti parashet që me propozim të kryetarit 2/3 të kryesisë i propozon kryetari dhe 1/3 e propozon Këshilli dhe e miraton Këshilli. Nuk ka një trup tjetër që mundet me zgjedh kryesinë e partisë. Por është çështje të cilën tashmë nuk mundemi me bërë shumë temë sepse po shkojmë drejt zgjedhjeve dhe është çështje e organizimit të brendshëm politik. Po s'po i shtym temat në TP-ben. Kryetari Abdigjiku tha në Debat Plus që Kuvendi i Përgjithshëm e ka autorizuar kryetarin që ta bëj kryesinë. Kuvendi i Përgjithshëm ka nxjerrë një deklaratë politike mbi bazën e cilës si rezolutat e kuvendit ai tha që aty ka marrë kompetenca që ai vetë ta bëj kryesinë. Unë nuk e shoh ashtu, po them që s'ja vlen me hub shumë kohë me të. Dhe për çka s'në them ja vlen me hub kohë LDK në organizimin e brendshëm me kanë fjalë? Ja vlen me u marr shumë se si LDK-ja të bëhet fituese, si LDK-ja të bëhet parti garuese dhe konkurruese në zgjedhjet e ardhshme dhe cili është orientimi strategjik i LDK-s. Këto janë temat me të cilat duhet merrem realisht, sepse në fundit një parti politike është organizim vullnetar i njerëzve, të cilët kanë këndvështrime dhe interesat përbashkëta politike, në bazën e cilave ata rrugtojnë bashkë. Dhe ben si e ke po pjesë të kësaj, se me thonë, fitoria është pjesë edhe organizimit brendshëm, edhe e një mënyrës që funksionon nga brenda partia. Mendimin tënd për kryesinë e re? Tash jo mendimin për Benin që s'është antar i kryesisë së re, por mendimi i Arbenit për kryesinë e re. Kjo mbetet shihet në rezultat dhe në mënyrën e organizimit të partisë. Ata njerëz të gjithë që i njoh, që kanë qenë në përbeteja të ndryshme politike, disa të suksesshëm, disa të pasuksesshëm, por nuk ka të bëjë kjo me individin, ka të bëjë me sistemin dhe procesin. Pra sistemi i LDK-s ka kohë që nuk po funksionon dhe nuk po rrin me kapitalizu votën në favor të LDK-s dhe pastaj orientimi politik dhe strategjik i LDK-s është ajo që duhet me na bashku. Pa marrë parasysh në funksionet ku jemi apo mund të jemi, me rëndësi është në kuadër të organizimit të LDK-s të vendosin njerëzit aty ku munden me dhënë maksimumin e tyre në funksion të zhvillimit të tyre politik dhe në funksion të zhvillimit politik të partisë. Pra, kjo është një menaxhim që duhet të kishte partia, cilin unë shoh si
të domosdoshëm për partinë, vendosja njerëzve në pikat ku ata japin maksimumin e tyre, rrinë që të kapitalizojnë politikisht për vete dhe për partinë dhe bashkarisht të zhvillojnë përpara partinë dhe Kosovën. Pra kjo është ajo mënyrë që shon është organizimi politik të DDK-s. A shes se janë përdorur dhe nëse shes, çfarë kritere që janë përdorur në selektimin e anëtarëve të kryesisë? Nuk i kthejmë pyetje për kryetarin e partisë i cili ka bërë atë propozim. Ka kriter balancues rajonal të degëve, afërsisë politike etj, po Që është kriteri i balancimit rajonal, kur dikun 30% territorit të Kosovës ka përfaqësim fare në kryesi. Mitrovica, Avustria, Skënderaj e tjerë. po nëse i referohemi A mendon LDK në herë që të forcohen ato degë në atë rajon ajo? Mendoj se është nevlerësuar shumë, por si duket pritet në një ribashkim tjetër që të lihet hapësira për disa persona të tjerë që mund të vinë nga kjo zonë. Por në përgjithësi ato balancat e brendshme partijake kësaj radhe nuk janë respektuar shumë, po ta shohim. Kjo bëhet një luftë për rezultat zgjedhor dhe ne duhet të angazhohemi gjithë për një rezultat zgjedhor për LDK-n dhe pastaj edhe për individet brenda LDK-s dhe të shohim rezultatin final. Sa është Lidhja Demokratike e Kosovës e përgatitur për të hyrë garë zgjedhore? Ty e pas parasysh rezultatin për çfarë ka ndodhur pas rezultatit të fundit zgjedhor? Mendoj se komplet skena politike në Kosovë është e papërgatitur për zgjedhje dhe zgjedhjet janë të panevojshme, sepse po bën 3 palë zgjedhje për më pak se një vit e gjys. Pra pse po shkojmë në zgjedhje kaq shpesh dhe cila është arsyeja se nuk po mundet me rrinë një konsensus dhe kompromis politik. Kjo është tema e parë që duhet me diskutuar dhe pastaj në kuadër të saj me pasë ku është LDK-ja. Pajtojmë që nisëm, si me thonë, ka fundi. Po, në përgjithësi mendoj se ka një koncept gabum për bashkëpunimin dhe kompromisin, ka një koncept gabum edhe për mënyrën se si duhet ndërtohen institucionet. Vetë ideja në Kushtetutën e Republikës Kosovës për funksionin e presidentit është një ide përbashkuese dhe negociuese. Pra, ideja kur është kushtetutë shkruesi, kur e ka vendos në Kushtetutën e Republikës Kosovës se prezidenti dhe presidenti duhet të marrin pjesë në proces, të paktën 2/3 të gjithë deputetëve të kuvendit nënkupton konsensus, nënkupton kompromis, nënkupton bashkëpunim, nënkupton dalje përtej partive politike. Dhe këtë koncept nuk po e përqafon klasa politike e Kosovës. Pra, ka një diskrepancë në kuptimin e klasës politike dhe kushtetutës dhe parimeve bazëve të cilat është ndërtuar shteti i Kosovës. Pastaj, kjo po përdoret si sistem bllokues dhe sistem imponues në politikë. Mendoj se përgjegjësinë kryesore në këtë rast e ka partia më e madhe, por padashme përjashtu dhe parti tjera që normalisht kanë përgjegjësinë e tyre në kuptimin e organizimit dhe llogaridhënies dhe po ashtu në kuptimin e ndërtimit të institucioneve shtetërore. Pra, Lidhja Demokratike e Kosovës e ka pjesën e vetë të përgjegjësisë në konstituimin e institucioneve, por pjesën më të madhe të fajit të mbartë lëvizjeve të vendosje e cila duhet me kuptu se funksioni i presidentit nuk është funksion partijak dhe koncepti kushtetues për 2/3, të paktën 2/3 të gjithë deputetëve është një mekanizëm imponues i kompromisit. Pra, si duhet kuptohet si mekanizëm imponues i kompromisit dhe kjo pastaj nënkupton ose duhet ketë kompromis politik me gjerë brenda parlamentit për gjetur një figurë politike e cila përfaqëson një shumicë prej 2/3, ose duhet kalohet në një figurë jo partijake e cila mund të marrë më shumë vota se sa që është minimumi i nevojshëm. Por zoti Kurti po thotë që nuk mund t'ia jap opozitës presidentin sepse s'ja ka dhënë populli. Pas zotit Kurti nuk ka dhënë presidentit populli. Ja ka dhënë po thotë mi ka dhënë 51%. Po nuk ja ka dhënë 80%. Pra kështu është problemi që e thash më herët, bëhet kuptimi për kushtetutën dhe përgjegjësinë institucionale. Është e vërtetë që zotit Kurti, qytetarët e Republikës Kosovës ja kanë dhënë komoditetin e shumicës qeverisë, por nuk ja kanë dhënë komoditetin absolut të pasjes së 2/3 për të vendosur për gjithçka. Pra, këtu duhet kompromis. Prapë nëse shkojmë zgjedhje në muajin fund majit ose në fillim qershorit, ne riprodhojmë situatën dhe duhet kompromis. Pra, 2/3 është kufiri ku duhet gjendet zgjidhja për të pasur një president Kosovë. Dhe si ke pa procesin e negocimit? A e ka pas Kurti seriozisht që nga dita e parë apo jo? Ajo që ka pasur çka kom pa nëse flasim për ditës parë. Për ditës parë, po flasim. Atë për ditës. Se do shkojmë edhe këtë javë në to. Për ditës parë, nëse ju kujtohet, zoti Kurti ka pas ato 4-5 hapa që thoshte. Mas pari duhet konstituohet kuvendi, e dyta zgjedhet qeveria, e treta të ratifikohen marrëveshjet ndërkombëtare, katërta të ratifikohen ligjet që kanë interesa financiare të Kosovës dhe e pesta të shkojmë të hapi i presidentit. Pra, nuk ka nënkuptuar në asnjë moment
kompromis për kryetarin e kuvendit, për qeverinë apo për marrëveshjen ndërkombëtare, kompromisin e kalon si mundësi të presidentit. Dhe kur vim te momenti i presidentit, zoti Kurti thotë jo, nuk ka kompromis për presidentin, hajde nëse doni hajde një qeveri së pja japi mundësinë e rotacionit të kryetarit të kuvendit. Pra ka një shkarje logjike në mënyrën e diskursit tip publik dhe politik, por të njëjtën kohë nuk ka një qëndrim matash për partive opozitare që me thonë se ku është e vërteta këtu. A je në pozicionin e para apo në pozicionin e dytë, sepse nuk mund të jenë dy të vërteta në njëjtën kohë. Atëherë po nisim pe më tres të u kthyte te ajo që më vjetra në kuptimin te hapi i fundit për me rritje i pari. Si e keni pa këtë ofertën ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës të Kurtit? 4 ministri ose kryetari i kuvendit. A ka qenë një ofertë për të mos u refuzuar apo ofertë ndërtuar për ta refuzuar? Po Për mua thash, unë thash që është ofertë për refuzuar. Sipas dizajnit që është ndërtuar, mendoj që është bën një ofertë për me u refuzu, sepse nëse në vazhdimsi thua që unë kam marrë votën qytetare për qeverisë dhe këtë votë qytetare për qeverisje nuk e tradhtojnë kuptimin politik që nuk ja hapi dikujt tjetër, qeverinë e formoj vetë. Atëherë, kur në ullë bisedime, kanë thonë që 3 funksionet kryesore të shtetit, presidenti, kryetari i parlamentit dhe kryeministri nuk mund t'i takojnë një partije, sepse edhe vetë funksioni për 2/3 është funksioni një imponimit kompromisit ma gjerë, atëherë zoti Kurti ka thonë, okej, po ja u japi kryetarin e kuvendit me rotacion. Pra, po e heqim kryetaren aktuale të kuvendit, po e bëjmë nën kryetaren në funksionin që e keni ju, dhe nën kryetarin po e bëjmë kryetar të kuvendit që po jo të funksioni presidentit. Pra, nuk është tema mo të kryetari i kuvendit edhe as të qeveria, tema është të presidenti. Dhe si duket këto janë lojra politike, të cilat zoti Kurti mendon se i dalin mirë politikisht në proces zgjedhor, është e drejtë e tij, por mendoj se është e dëmshme për Kosovën dhe për interesin e Kosovës, për interesin e qytetarëve të Kosovës që të ketë kaq shpesh zgjedhje. Zgjedhjet e shpeshta po bëhen të dëmshme edhe për ekonominë, edhe për stabilitetin institucional, por edhe për raportet ndërkombëtare të Kosovës. Beni po pyes direkt, a ka bërë gabim LDK-ja që si ka pranu njërin nga këto 2 propozime të Kurtit? Janë ofru për me refuzu. Nuk ka pas mundësi me i marrë. Sepse ta themi kështu, Kurti ofroi 4 ministri, por nuk ofroi realisht bashkëqeverisje. Se bashkëqeverisja i bjen që kena me ndërtu program të përbashkët, apo? Po. Kurti ofroi, tha, a më jep 4 persona të punojnë për mu. Po. A i bje kështu? Në interpretim të drejt për drejt, nuk ka, të paktën publikisht nuk ka ndalë diskutimi sepse buxheti u kry, programi qeveritar u kry, ç'ka u kry. Bisedime për program, për ide, për objektivat përbashkëta, për qëllimet përbashkëta, pra nuk ka pas kurrë e cila është ndërtu në një bashkëqeverisje, në konceptin e bashkëqeverisjes ka pas një ofertë për një matematik për zgjedhjen e presidentit. Pra ajo matematikë është vështirë e realizueshme dhe vështirë e pranueshme për LDK-s. Të 2 këto gjëra të cilat Kurti thoshte që janë të rëndësishme, kryetari i kuvendit po edhe qeveria që ndërton ai. Pse futin makinacion ta? Për të mos u bërë prapa. Mendoj se ai po don zgjedhje, nuk e di pse po don zgjedhje. Nuk e di pse i interesojnë atij zgjedhjet, sepse ka një rezultat jashtëzakonisht mirë zgjedhor dhe nuk e di pse i interesojnë Kosovës zgjedhjet. Ndoshta strategjikisht mundet me mendu se Kosovës i duhen një palë zgjedhje për t'u largu pak prej presionit ndërkombëtar, sepse gjendja politike ndërkombëtare është shumë e tensionuar dhe është problematike, mund të kenë shumë problematike për Kosovën nëse fillojnë bisedimet me Serbinë dhe ndoshta mendon me shtyn deri mbas zgjedhjeve të midterm elections që janë në Amerikë me pas se si po ribalancohet politika atje. Po këto janë krejt hipoteza. Natyrisht është hipoteza, por realiteti është se nuk kemi president, realiteti është se po shkohet pashmangshëm drejt zgjedhjeve nëse në këto 4-5 ditë ashme nuk do të ketë një kompromis. Nuk e prashtoj mundësinë që këto 4-5 ditë ashme të ketë një qasje të re dhe të mund të arrihet në kompromis. Beni, besoj që ti ke qenë me Sadiun, ti ke qenë ndër pak të zë ndryshe në Lidhjen Demokratike të Kosovës vitin e kaluar, kur Kurti ofronte që LDK dhe VV të dilnin takime për bashkëqeverisja dhe LDK refuzonte. Ti atë ke shprehë qëndrime që nuk duhet ndoshta të refuzoj LDK. Kjo pastaj LDK u pa rezultati 28 dhatorit u pa sikur një ndëshkim i votuesit edhe për këtë refuzim të LDK-s. Tash shkojnë takime. Unë kam qenë gjithmonë që tash shkojnë takime, a bëri mirë që shkojnë takime? Unë kam qenë gjithmonë që LDK-ja të jetë pjesë e bisedimeve, të ulet në tavolinë dhe të qes kërkesat e veta.
Kërkesat e veta jo në aspektin e kërkesave materiale ose të kapjes pushtetit, por kërkesat në aspektin e idesë, programit, ideologjisë LDK-s, ideologjisë qendrës djathtë dhe të shosë sa mund me bashkëpunu. LDK-ja në qenë gjenezë është ndërtuesi refuzuese e Jugosllavisë dhe ndërtuesi e kompromisit shqiptarëve në Kosovë. Dhe nuk mundet me u rikonceptu ndryshe LDK-ja. Pra mendoj se LDK-ja gjithmonë duhet të afrojë kompromisin, mendoj se LDK-ja gjithmonë duhet të jetë bashkëpunuese dhe bashkëbiseduese dhe normalisht refuzuese kur është e papranueshme ajo që vije si rezultat e atij bashkëbisedimi. Mendoj se rezultati ka qenë i dëmshëm në zgjedhjet e 28 dhjetorit, ndoshta edhe për faktin që LDK-ja u pa ndryshe se sa që është pa gjithmonë si një ofruese e bashkëpunimit. Por nëse atëherë është ndëshkuar se s'ka shkuar në takime, a pret që tash ka më shpërbly, sepse fryma s'po duket e tillë, po duket sikur nga këto takime në fund, atë sa do të përfitoj Kurti. Nuk e di se si do të jetë rezultati, por LDK-ja duhet cilës si vetvetja. Dhe vetvetja e LDK-s është bashkëpunimi, vetvetja e LDK-s është kompromisi, vetvetja e LDK-s është konstruktiviteti dhe vetvetja e LDK-s është qëndrueshmëria në qëllimin e vet afatgjatë. Pra, në vizionin e vetë që e ka për Kosovën, në vizionin e vetë që e ka për qeverisje, në vizionin e vetë që e ka për zhvillimin e brendshëm qytetar dhe për zhvillimin e vetë si parti. Nëse LDK-ja është brenda këtyre kornizave, unë mendoj se nuk është kurrë problemi me bisedu me secilin prej partive politike në Kosovë. Dhe Beni, si e ke dhe me thonë, mirë po, këtu e kemi që kemi pas Kurtin i cili, që nga takimi i parë me LDK-n, që i zhvillu dikon atër në fund shkurtin duke. Dhe deri te ky i fundit, te i parafundit, gjatë tërë kohës ka thënë, ka bë me dije që nuk i duan numrat e LDK-s sepse nuk i mjaftojnë. Pra 81 vota mund t'i kishte maksimum me LDK-n, ai insistonte për 84 në 85 vota. Si u bë që tash po ofron? Dhe pse shkonte LDK-ja kur nënçmonte? Po tash ato janë format batuta dhe sjelljes politike që zoti Kurti në vazhdimsi i kanë bërë. Jo, ato i thoshte me seriositet të plota. I kanë funksionuar. Dhe mendoj që është gabim. Ati kanë funksionuar në momente politike, po politikisht mendoj që është gabim sepse e pamundson kompromisin. Kosovës i duhet kompromis, Kosovës i duhet bashkëpunim, Kosovës i duhet koordinim, sepse është shumë vend i vogël. Nuk e kemi na luksin e dominimit. As zoti Kurti dhe asnjë parti politike në Kosovë nuk mundet me dominu. Pra i duhet bashkëpunim, edhe na me fitu nesër, na u duhet bashkëpunim me skenën politike të Kosovës. Na u duhet bashkëpunim me krejt akterët politikë, sepse secili ka diçka nga programi, nga idetë apo nga njerëzit e vetë mirë që mundet me i dhonë bashkëqeverisjes dhe me i dhonë Kosovës. Pra na duhet me pa në frymin e konstruktivitetit. Zoti Kurti për fatin e keq të Kosovës nuk është kështu, dhe si duket edhe ju ka imponuar krejt klasës politike kjo mënyrë e fragmentarizimit dhe refuzimit a priori. Dhe LDK-ja ka dalë pi komoditetit vetë. Për një kohë caktume, mendoj se është komoditet normal i LDK-s që cilët si konstruktive dhe bashkëpunuese. Beni, për herë të parë, ndoshta ka një ofertë të bërë nga VV-ja për PDK-n, ja ofroi kryetarin e kuvendit, atë ndërrimin. Si është këtë? Apo thehet akulli mes PDK-s dhe VV-s? Po mendoj se këtu kjo po qitet hapat për një bashkëpunim të mundshëm pas zgjedhjeve. Ata edhe zoti Kurti dhe PDK-ja dinë që këtë moment është e pamundur një formë e tillë bashkëpunimit mes vetëvendosjes dhe PDK-s, por ndoshta mbas zgjedhjeve mund të krijohet një frymë pak më relaksuese në mënyrë që nëse shihet që është e pamundur një bashkëpunim me LDK-n, atëherë njëllon mundësia një bashkëpunimi tjetër që është me PDK-n. Po me Vjosa Osmanin, pse zoti Kurti refuzoi ta rizgjete Vjosa Osmani për prezidentin? Çka i pengojnë, Beni? Si e ke pa këtë raportin, në tërësi raportin mes Osmanit dhe Kurtin këto 5 vitet e sa kanë qenë bashkë? Se si u trajtu do më shumë si raport personal që sa raport politik. Mungesa e raportit personal që sa mungesa e raportit politik. Sepse ajo që ka u deklarua nga zonja Osmani prej shpalljes së datës zgjedhjeve, prej kujdesit të theksuar për shëndetin e qeverisjes së zotit Kurti e tjera, u pa që ajo është munduar në vazhdimsi që të jetë në linjë politike në zotin Kurti, por në momentet e fundit zoti Kurti, si duket për arsye që janë të paspjegueshme për opinionin publik, vendosi që të mos e rikandidojë dhe të mos i japon një mundësi tjetër. Pse? Çka ndodhi mes tyre? Si nga analiza jote nga jashtë? Çka e solli këtë situatë? Sapo muj me pa, unë është çështje protagonizmi ndërkombëtar. Dhe zoti Kurti si rezultat edhe i sanksioneve ndërkombëtare ka pas mungesë të kësume të pranisë ndërkombëtare në aspektin e protagonizmit të
në politik brenda vendimarrje ndërkombëtare dhe zonja Osmani në mungesë të konstruktivitetit të qeverisë e ka mbuluar atë hapësirë dhe ajo si duket e ka pengu zotin Kurti dhe nuk dën një president i cili ka prezencë të kësuar ndërkombëtare, si duket edhe në këto takime që i ka pas me partitë politike, e ka theksuar se unë jam në kërkim të një presidenti i cili merret me zjarr fiksit apo me tema të tjera të brendshme dhe jo me politikën ndërkombëtare. Po pse ka shumë ti pengoj komunikimi i ndërkombëtar me presidentin? Pse ti pengoj ka shumë Kurti? Në fakt është e parasyshme sepse presidenti i Kosovës nuk është se ka shumë kompetencë në aspektin e qeverisë së vendit. Nuk është se i ka punu zonja Osmani kundër Kurtit. Në fakt ajo edhe ka thënë që e ka shpëtu. Të paktën publikisht jo, dhe publikisht është pa që ka qenë e rrështuar politikisht si në politikën e brendshme dhe në politikën e jashtme krah zotit Kurti për këto 5 vite sa ka qenë presidente. Por edhe para se të bëhet presidente në listën e përbashkët. Por ajo çështja e protagonizmit dhe individualizmit si duket e ka penguar. Se keni po, Ben, si analizon këtë prishjen mes Kurtit dhe Osmanit dhe daljen e zonës Osmani në lojën në terrenin politik? Po, klasa politike pasurohet gjithmonë, dhe në këtë rast mendoj se edhe rikthimi i zonjës Osmani në politikën ditore, pjesëmarrjen politike ditore të Kosovës, do të jetë një prurje e cila do të jep pak më shumë dinamizëm politikës së Kosovës, se sa do të jep dinamizëm dhe sa do të ketë impakt politik në mbetet shihet, a do të jetë pjesë e një grupi politik apo do të formojë një grup tjetër politik, jam shumë pak dik që do të merret vesh, por mendoj se pikëparja duhet vendosë a do të vazhdoj të merret në politikë aktive ditore apo jo. Dhe në bazë të vendimit që e merr, pastaj janë edhe pasojat që mund shkaktuan skenën politike në Kosovë. Është folë gjatë dhe po flet kryetari i DK-s për një bashkim të së djathtës. Është folë gjatë për një bashkim të Vjosës me LDK-n. Ndërkohë çfarë po shohim është që Vjosa po bën fushat në terren, ndërsa bashkim nuk ka. Çysh po e sheh këtë punë? Apo është tafërt bashkimin e Vjosës me LDK-n apo ajo s'ka përshihet është në këto 2-3 palëzellë të fundit në LDK nuk është më vetë mjaftueshme dhe nuk po mundet me marrë rezultatin që i duhet për me qenë protagonist kryesor politik në Kosovë. Dhe i duhet me kërku përtej. Dhe ky kërkim përtej çon edhe të antarët e partisë, por edhe të gjithë njerëzit që mundin me pas influencë politike. Unë mendoj që nuk është vetëm një emër dhe një përveçje, mendoj se mas pari bashkimi i madh dhe ideja, koncepti e qendrës djathtë, se LDK është partia e qendrës djathtë, nuk është djathtës ekstreme, koncepti i LDK-s është koncepti i qendrës së djathtë. Pra rreth një programi qendrës së djathtë ku ka fokus kryesor ekonominë e tregut, por në njëjtën kohë edhe kujdesin social ndaj njerëzve në nevojë, pra ajo shtylla ekonomike dhe sociale politike që janë jashtëzakonisht rëndësishme, për cilat nuk po folet shumë, dhe në aspektin e sundimit ligjit, të cilat kanë barë të rëndësishme për LDK-n, bashkimi në këtë Kush është e djathta që duhet ta bashkojë LDK-ja? Se ato s'pe kemi qartë, për pos Vjosës. Po Vjosa pjesë djathtës i ka ikë LDK-s me bashku. Vjosa është individ, nuk është një platformë politike. Dhe bashkimi djathtë nënkupton me platforma politike. Nuk ka shumë platforma tjera politike të djathta në Kosovë, me sa e dione vetëm në skenën politike që është deklaruar si e djathtë, është AOK-ja. Edhe PDK deklarohet e djathtë, jo, por nuk po flet për një bashkim të tjetër. Pjesë e qendrës majtë, sepse PDK është deklarohet e djathtë. Po është antare e partive liberale, të paktën e qendrës. Nëse jo majtë po e qendrës, po LDK është e qendrës djathtë. Pra nëse këshyrim antarësimin në organizata ndërkombëtare, Lëvizja vendosur është pjesë e Partive Socialiste Evropiane, LDK është pjesë e Partive Popullore Evropiane, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës është qendrës liberale që kanë qasje për ekonominë, për çështje sociale që janë më të ndryshme. Pra në këtë rast, nëse flasim për një bashkim të djathtës apo qendrës djathtë, mendoj se mbetet hapësirë si platformë politike vetëm Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që unë nuk po shoh që ka në një mekanizëm konkret ndërtimit të bashkëpunimit. A shetit të UV-s dhe të nevojshme një koalicion edhe me AK-n, sepse nuk është që nuk është folë. Unë do ta dëshiroja një bashkëpunim me AK-n pas zgjedhore ose me këtë skenën politike pas zgjedhjeve. Jo, po flasim kështu një listë përbashkët dhe koalicion para zgjedhjeve. Nuk është lehtë me ndërtu. Sidomos në kohë të shkurtër, sidomos në kohë të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Po pa dëtu pani për gjysdite. Do të më pa dinamikat që ndikojnë në terren. Domethënë na kemi zona
ku me AKN jemi konkurrent drejt për drejt, sidomos në zonën e Dugazhinit. Do të me pa se çush ka me reagua, na jap pozitivitet apo negativitet. Pra duhet me pa cili është impakti elektoral. Që një bashkimi i tillë bëhet për impakt elektoral. Dhe çat impakt elektoral është pozitiv apo negativ. Pra neve na duhet me mas pari me u bashku dhe ribashku me njerëzit tanë që i kemi në momentet caktuar atë mbetje ose këndvështrime të ndryshme politike, që kam pasur unë këndvështrime të ndryshme politike, po duhet me pa qysh a mund të jemi ndërtuar një platformë përbashkë mbi bazën e cilën na bëhemi konkurrues në skenën politike në Kosovë. Pa përjashtu askënd për skenës politike në Kosovë dhe sidomos mas zgjedhjeve. Ne nuk duhet jemi përjashtues për bashkëpunime pas zgjedhore me asnjërin prej partive politike në Kosovë. Ti përfshi vend. Sipas mendimit tim të përfshi edhe vend. E kam thonë edhe në zgjedhje tjera, sepse kjo është skena politike. Këto janë kapacitete, pastaj në bazë të rezultatit zgjedhor ti përcakton edhe prioritetet. Rezultati zgjedhor, përkatësia ideologjike, përkatësia programore, historia politike, historia bashkëpunimit dhe normalisht do t'i qesin pastaj se cila është partia me cilën mundesh më lehtë me bashkëpunu. Beni, po të pyes direkt. Ti nuk unë e kështu një mos pajtim, si me thonë, një urrejtje të ndërsjellë që ke pas me zonjën Osmani, as një mos pajtim të madh publik me të, keni pas qëndrime të kundërta në momente caktuara publike. Nuk jeni pajtuar me faktin që ajo ka lëshu LDK-n, që nuk i ka zbatuar vendimet e partisë. Por për të këtyre, a mendoni që Vjosa Osmani duhet mi pas të dyert të hapura në LDK? Dhe duhet të jetë pjesë e koalicionit djathtës tash? Unë mendoj se në LDK duhet të kenë hapur dyert gjithë. LDK-ja duhet të i kthej njerëzit e vetë mas pari. Ndërta është edhe Vjosa. Dhe duhet shifet se kush janë Vjosa, Agimi, ai tjetri, ku diun se kush janë njerëzit që duhet me kon pjesë e një platforme të përbashkët. Po shihet që është e pamjaftueshme. Pra nuk më mundemi Kaq sa është edhe si është LDK është e pamjaftueshme. Edhe me ndryshimet që janë bërë të pamjaftueshme, nuk më mundem me kthy Podjeve, nuk më mundem me kthy Xhiloni, nuk më mundem me i kthy disa bastione që kemi pas LDK-s, pra na duhet me shku përtej. Dhe përtej duke kthy besimin dhe mirëbesimin brenda. Neve çka na duhet me ndërtu është mirëbesimi i brendshëm. Mirëbesim dhe solidaritet brenda njerëzve të LDK-s që me reflektu pozitivisht edhe të njerëzit tjerë që ata me besu që në platformën tonë përbashkët ka besim dhe mirëbesim, ka angazhim përbashkët dhe ky besim dhe mirëbesim. Dhe angazhim i përbashkët e ndërton një talmë për Kosovën. Nëse është thy besimi dhe mirëbesimi brenda, që është mosh me reflektu besimi dhe mirëbesim jashtë. Pra, ky rikthim i mirëbesimit brenda mendoj që është baza e ndërtimit një mirëbesimi përtej dhe pastaj edhe mirëbesimi me parti tjera. Sepse në fundit në politik ti mundesh me nënshkruaj sa dush marrëveshje bashkëqeverisje, nëse nuk ka mirëbesim, nuk funksionon sepse s'ka mekanizma detyrues. Beni, pra, si po sheti se po du më nal te ky ta themi kështu, bashkimi i djathtës që për mendimin tim është një fjali që ka për me rrumbullaksu marrëveshjen mes LDK-s dhe Vjosa Osmanit. A shet ti në këtë strukturën, në këtë mendimin tënd, a shet që thjesht Vjosa duhet të vinë LDK, apo Vjosa me një grup të saj të bëjnë një marrëveshje politike dhe një listë përbashkët me LDK? Si e shet ti që i shkon më e natyrshme ndoshta, më e mirë, më e kuptueshme për opinionin publik? Më e kuptueshme është një rikthim gradual. Dhe ndoshta bjen më shumë bagazh politik dhe bagazh të votave në një bashkëpunim të mundshëm. Dhe pastaj nëpërmjet kthimit gradual që nuk kuptoj me një platformë vetën e cila vjen edhe i bashkohet LDK-s, naturalizimi brenda LDK-s. Pra është shumë më i natyrshëm, më i kollajshëm dhe arrihet marrëveshja më lehtë. Sesa një rikthim individual, pastaj mbesin shumë njerëz që ndoshta nuk ndihen pjesë e platformës dhe mund të jetë problematike. Pra unë mendoj me thonë sakt, drejt dhe qartë që Vjosa duhet kthehet me një ekip nëse e ka dhe të bashkangjitet LDK-s me ekip dhe të shohim të bashkarisht me gjithë njerëzit e LDK-s të ecin përpara. Ka qenë një farë brenge, një farë dileme Beni, edhe ti një edhe votuesin e LDK-s, e një edhe atë votuesin e atë 29% që ka pas LDK-ja, të paktën ata një, s'po flas për 44% e 3% se ke hyrë më vonë në politik, edhe një këtë 2-13% që tash. Këtë 2-13% që tash, apo e kërkon një kësi bashkimi? Apo e mirë pret në kësi bashkimi? Ka plot që e presin edhe mirë presin, ka edhe që ndihen të tradhtuar, ka që ndihen të lënonash të kestrajtuar në këto 5-6 vitet e fundit nga kjo ndamje që ka ndodhur me atë platformë politike, me një grup politik i cili lëvizje drejt vetëndosjes me një platformë politike të quajtur Guxo.
dhe tash kanë irritim dhe refuzim, që është normal, është natyrore, është njerëzore në kon ky refuzim, po ne duhet punojmë që ta shohim kush interesi madhor i LDK-s dhe i Kosovës. Dhe aty të fokusohemi mirë që ta shohim përpara vendit. Benim, para se me dal, çka pret pe zgjedhjeve të reja, po duhet me thonë, si do të jetë roli i Arben Gashit në LDK tash tutje? Si gjithmonë, unë jam një person aktiv që jap idetë e mia, kam qendrimet e mia dhe normalisht më bashkon me LDK-n ideologjia, ideja e përbashkëta dhe më bashkon programi. Pastaj individ vinë e shkojnë. Është dikush sot, vjen dikush nesër, jam unë sot, është dikush nesër. Nuk kanë shumë rëndësi ato lëvizjet që bëhen kuadrovike, më rëndësi për mua është ideja e përbashkët në të cilën rrugtojmë dhe nëse ne vazhdojmë një ide të përbashkët, mendoj që mund bashkëpunojmë dhe të kemi mirë kuptim afatgjatë për të ardhmen e LDK-s dhe të Kosovës. Si ke pa këto vite e fundit, a është tentu të shuhet zëri i Arben Gashit? Ka pas diçka të panatyrshme, për shembull, për mua ka qenë e panatyrshme dhe palogjikshme që kryetari i grupit parlamentar për herë të parë në historinë e LDK-s të jetë numër 14. Pastaj zhvendoset numër 23. Ne nivis të kthejmë, kryetarin e grupit parlamentar e kërkove ti apo ta dha? Nuk e kam kërkuar, bile e kam refuzuar. Më është kërkuar që ta marr për shkak të trujtjes së unitetit në parti dhe kam marrë përsipër si obligim që e kam ndi ndaj njerëzve me të cilët kam punuar dhe bashkëpunuar. Do ti nuk u shpërbleve për këtë fakt? Nuk e di pse. Nuk e di pse ndodhi ajo. Ke panatyrshme dhe palogjikshme, por t'ja lëm historisë dhe unë nuk jam një person që ankona, viktimizona. Unë shty përpara aq sa unë mendoj që është arsyeshme me shty dhe luftoj për idetë cilat unë besoj në to dhe besoj në idetë e LDK-s. Deputet nuk je në antari kryesisë, nuk të bënën qysh do më angazhua aktivisht. Po pse konkretisht qysh po angazhohesh? Ta shohim se si deputet është besoj që do jesh. Ta shohim se si do të ndërtohet platforma e re e garuese e LDK-s, por unë jam gjithmonë një figurë, një person i cili mundohem me dhënë maksimalisht kontributin tim. Kam dhënë kontributin tim në këtë periudhë, do të jap edhe të ardhmen dhe jam i bindur që do të jem pjesë e rëndësishme e politikës bomës Kosovë. Beni, gara e re politike, çka pret që mund të sjellë si risim? A mund ndrohen numrat dhe renditjet në kuvend? Mund të ketë ndryshime, nuk pres se të ketë ndryshime drastike, po ndryshime do të ketë. Ndryshime do të ketë sepse edhe momentumi është tjetër, gjendja emocionale dhe politike është tjetër, përgjegjësia për dështimin e formimit të institucioneve tashmë ka marrë një adresim tjetër dhe gjitha këto bashkë mundën me rezultu në një ndjeshmëri politike të qytetarëve të Kosovës dhe votim ndryshe. Pse po thu, çka nuk kupton me drastike? Që nuk pret drastike. Nuk pres përmbysje të madhe që dikush i ka pas 50% me ra në 13%, dikush tjetër që i ka pas 13 ose 15%. Po sa mundet me ra 50%? Mundet varet se si ka me... A pret garë për vend parë, ben? Që mund të ketë garë për vend parë? Potencialisht sa do pa barabartë që mund të jetë? Potencialisht mundet më u kthy lufta për vendin e parë, sepse çdo ngritje e LDK-s dhe PDK-s nënkupton ullje të vetëvendosjes dhe pastaj mund të shku të 25-35% që është diçka që mundet me u lëviz brenda një fushate. Pra ajo plus minus 5% që mundet me lëviz brenda fushatës edhe mundet më përmbys gjithçka. Në sistemin tonë politik është dëshmu që mundet me ndodh kjo, është dëshmu në 2021, është dëshmu edhe tash në 2025 dhe të shohim çka do ndodh në 2026. Por është e mundshme. Me një platformë. Mos po dëshmohet në anën e kundërt. Edhe ashtu mund të dëshmu. Po gjithçka është e mundshme. Në skenën politike të Kosovës është dëshmu që gjithçka është e mundshme, asgjë nuk mund të heqet për ekuacionit dhe për këtë arsye ne duhet të bashkëpunojmë, të punojmë, të ndërtojmë besim dhe mirëbesim ndërsjell dhe të ndërtojmë platformë e cila është besuese për qytetarët e Kosovës, e cila jap votën në fond për atë platformë. A mund ky bashkimi i LDK-s me Vjosën dhe me këtë djathtën të ndërtoj frymë dhe nëse do të mund, si duhet ta bënte? Akoma nuk është shumë e qartë të qytetarët e Kosovës profilizimi politik e ideologjik i djathtë i majt, sepse nuk besoj as që dohen aty, ende. Si kanë gojlet kush është i majt, kush është i djathtë? Në fushatat e fundit garat janë bërë kush po ofron paketa sociale më shumë se sa kush po ofron paketa ekonomike, zgjidhje ekonomike për vendin. Nëse ata kanë thonë që na kemi bërë pagën minimale 500 euro, na kemi thonë kemi me bo 600 euro, mushi kemi me bo 700, PDK-ja 800. Pra kemi luftu të pjesa sociale, jo të pjesa ekonomike, ideologjike, programore, një qeverie të vogël, një qeverisje të djathtë, e cila nuk është
prezentu mirë të qytetarë, që është e vërtet. Dhe nëse mërrim me ndërtu një profil ku njerëzit me kuptu çka është e djathta dhe me çfarë platforme vjen, qendra e djathtë, dhe çka është e majta apo qendra e majtë dhe me çfarë platforme vjen, përplasim me platforma, atëherë është mendoj që po hym në një fazë tjetër politik bombis në Kosovë. Por nuk po shoh që kemi hala çatë nivel ku po hym në fazën e re të politik bombis në Kosovë, ka një qasje deklarative për djathtën, por nuk ka apo për të Pa majtën. marron frym fakti që je djathtë. Nuk po ndërton. Qysh me marru frym? Sepse Frymin do të më ndërtu me e program. kemi një muj e Me gjysmë, një idenë për muj. familjen, me idenë për shtetin, me idenë për ekonominë, me idenë për ndërmarrësinë, me idenë për sundimin e ligjit, me idenë për raportet ndërkombëtare, me idenë për ndërsimin e organizatave ndërkombëtare, ka dallime shumë të mëdha. Dhe këto njerëzit nuk i dinë. Se ku dallon LDK-ja si partia e qendrës djathtë, antare Partive Popullore Evropiane dhe vetëvendosja si partia e qendrës majt, antare Partive Socialiste Evropiane. Pra, një parti socialiste me një parti popullore ku dallojnë. Dhe njerëzit nuk e kanë qartë dhe shumë politikanë nuk e kanë qartë. Dhe kjo është problemi cilin ne nuk kemi mrri asnjëherë me ndërtu si platformë politike. Pra me ndërtu si platformë politike do të më thonë çka mendojmë na për ekonominë, çka ne mendojmë na për ndërmarrësinë. Na shkojmë, të gjithë shkojmë brapa asoj vallës politike ku ndërmarrësia, ekonomia dhe biznesi konsiderohen si kundërshtar, si hajna, si vjes të gjithçkafit. Pra, armik shihet biznesin në Kosovë. Një parti e qendrës djathtë nuk është armik biznesin. Ja shihet si partner të mundshëm të bashkëpunimit. Pra, qasja është problematike dhe ka një farë frike të LDK-ja me deklaru këtë përkatësinë e vetë qendrës djathtë, po edhe të vetëvendosja me deklaru përkatësinë e vetë qendrës majtë, si parti socialiste. Pra është një farë vetëvendosja mshefet si diçka e djathtë, LDK-ja i merr disa elemente të majtës dhe mundohet me manipulu me to. Pra duhet me ndodha eskizma e madhe politike ku bëhen dy bloqe, majtas djathtas dhe pastaj ndërtohen profile dikush tjetër rrin në qendër si sateliti i këtyre dy grupimeve të mëdha, por nuk po ndodh. Pra mendoj se duhet me ardhur koha kur edhe dallimi ideologjik edhe politik ndodh. Benim, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit shumë për mundësinë. Sukses dhe vazhdo angazhimin. Faleminderit shumë.